Në qytetin e Vlorës, banesa e Inajet e Muhamedit përmbytet sa erë që bie shi si pasojë e punimeve të kryera vitet e fundit që kanë ngritur nivelin e rrugës përreth. Shtëpia e saj ndodhet në nivelin e rrugës dhe të pallateve përreth, duke bërë që uji të grumbullohet pa pasur dalje, ndërsa lagështirat dhe dëmtimet strukturore janë kthyer në problem të përhershëm. Në muret e banesës shihet çarje dhe shenja rënimi, ndërsa mobiljet mbahen me gur poshtë për të shmangur dëmtimin nga uji që mbetet për ditë të tëra pas rreshjeve. Inajet e Muhamedit tregon se prej 13 vitesh është në procese gjyqësore me pronarët e pallateve ngjitur, të cilët sipas saj kanë ndërtuar pa respektuar distancat ligjore, duke lënë shtëpinë e saj të rrethuar nga ndërtimet dhe pa sistem kullimi. Një vesi të biri, plus aty te pallati Sulës ishte pompa që punon, e kanë ndruar pompën e fuqishme, kanë një pompë pa fuqishme dhe gjithë ujrat, rruga mua më byt rruga se kur bërën rrugën i dhanë ngritje nga fillimi, i dhanë tek nga aty dhe gjithë ujrat mbledhen këtu dhe u mbytën. A jeni ankuar në bashki? Po, e din të problemet tim të gjithë. Vjet më dhanë dhe ndihma kur u mbyta në katër tetar. Çfarë zgjidhje ju kanë dhënë? Asnjë. Ja, te dollapi kanë hequr atë. Plus komodinat i kam vendosur te dritarja. U shkatruan të gjitha, ja. Flëm në ujë. Po erdhi uji këtu, po mbyta unë, 3 ditë mua nuk më ikën uji, flëm uji me gjithë djalin, se nga mbrapa nuk ka pallati pengoj ujrat s'ka nga të ikin dhe ujrat ikin bisemel nga mbrapa. Përpara ikin, po nga mbrapa nuk ikin. 3 ditë unë flëm në ujë, nuk e zgjidh dot ujin nga shtëpia. Këtë radhë më ndihmoi ajo drejtoresha Joana e Sjellsit, inxhinierja, solli botin e hoqi ujin nga mbrapa që iku uji. Edhe Lona Hodaj më ka ndihmuar shumë, drejtoresha e Sjellsit, ka qenë një femër e papar. Një veshi të binte, do vinte të sillte botin te porta ime, pa më folur fare mua. 8-9-10 i darkës do hite botin kur që drejtoresh në Sjellës. Pastaj nga tjerët ka pandim. Gjithmonë e kam zënë punën pa bërë 17 vjeçe, kam qepur në shtëpi dhe në punë, kam 3 makina që kam qenë rroba qepse, edhe tani tok mendisem se nuk jetojnë me 200.000 lekë. 200.000 lekë me pension. Po, pjesë, me 112.000 lekë kanë dalë. Po do të jap dhe dokumentin. Kam. Tani ka vetë 200.000 lekë me gjithë lekët e dritave që jam krye familjare. Pra shtëpia jote para disa vitesh nuk ka qenë në këtë gjendje. Shtëpia ime ishte vil nga të gjitha drejtimet. Shikoj me sita me grilla me dyert të mira. Kam bërë 350.000 lekë cilësi e parë te Frido Berberi në Naft. Ndërtuar një pallat që Po, pallatin të Zamarës. Ai më shkatroi shtëpitë, më molli tokën, molli 74 metra, ka bërë 3 themele. Bëj themele, hipi mbi shtëpitë e mia. Nuk respektoi asnjë distancë. Edhe nuk më dha asnjë gjë, më ka dhënë vetëm gjyqet. Kam 13 vjeçeve, mbush 10 vjet në qershor tek e larta, kam hyrë për 11 dhe 8 vjet tek apeli, gjyqi tjetër kur më mori tokën në zonë. Vetëm kam marrë në shkallën e apelit, që kam tek e larta, më dha atëre dëmshpërblim 6.600.000. Unë nuk e di se ka lekë kam lënë gjyqeve dhe sa kam harxuar. Dhe projektin e pallatit e kam blerë mbi 300.000 lekë nga bashkia atëre. Se dham në dorë, se kështu si jemi njeri, po s'dhe. Nuk e di, kam harxuar dinja. Pra nuk gjendu drejtësi. Jo, drejtësi, ku ka drejtësi? Ka bëhu drejtësi, atë që në Kosovë Meris. Ka drejtësi këtu. Po bëj shumë, po bëj një pleqëri të zezë. Jam në ujë. Ja, shikoni vetë, flasin vetë të gjitha. Me lotës janë gjithnjë. Unë, o do am bukën, o do marr ilaçet. Nuk e di te për doktorit. Marr ilaçet e tensionit me rifursim, se të tjera ato nuk më dhe llogaria ti marr. Tonia e pendim në kohën e 20.000 lekë. Ajo apelon për ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse pasi situata, siç thotë, është kthyer në një kërcënim për jetesën dhe shëndetin e saj.